الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم. Falenderimet, lavdërimet I takojnë vetëm Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh. Paqja, bekimet Allahu të qofshin mbi profetin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. E lut Allahun Gjelle Shanuhu të na bëjë për besimtarëve të sinqertë që jetojmë jetën tonë në rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në frymën tonë të fundit. Të dashur dhe të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Me letë Allahu të lartësuar do të rikthehemi përsëri tek ato ligjeratat dhe hutbet që patëm nisur për të kuptuar pse Allahu Gjelle Shanuhu I ka emërtuar suret me emrat specifik, ku elhamdulillah kemi shpjeguar deri tani më 20 suret e para. Dhe sot me letë Allahu të lartësuar do të shpjegojmë surën e 21 në radhë që është Suratul Anbiya, surja që e ka emrin Profetët. Është një sure të dashur besimtar e cila na flet për një nga kushtet e besimit, që është besimi në profetët e Allahu Gjelle Shanuhu, që I ka dërguar në kohë të ndryshme, mbi popuj të ndryshme, me misionin e tyre të përbashkët që I ka bashkuar në vllazëri që ne I quajmë vëllezërit janë profet, ftesën e njerëzve në besimin e pastër. Kjo sure përbëhet prej 112 ajetesh dhe është shpallur në Mekë. Dhe shpallja në Mekë ka një mësim të veçantë për sa I përket kësaj sureje, sepse përderisa Mekasit e kishin të shenjtë Ka'ben, përderisa Mekasit e nderonin atë si një trashëgimi që kishte ngelur nga profeti Ibrahim alayhi salam, atëherë Allahu Gjelle Shanuhu I nderoi arabët me profetin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, I cili ishte edhe pasardhësi I Ibrahimit alayhi salam, që rrithë prej sojit të tij nga djali Ismaili alayhi salam. Dhe dërgimi I profetit Muhammed alayhi salatu wassalam me këtë mesazh kaq të madh dhe trashëgimtar I profetit Ibrahim alayhi salatu wassalam ishte mesazhi I parë për Mekasit dhe për gjithë mbar njerëzimin, që ata që e besojnë Ibrahimin alayhi salam, që është një profet që respektohet nga të dyja fetë qiellore siç janë të krishterët dhe jehudët, pikërisht përderisa ju e besoni atë si profetin apo I quajtur ndryshe babai I profetëve, atëherë profeti I fundit Muhamedi alayhi salatu wassalam është pikërisht pasardhës I tij dhe ju ftoheni për ta besuar atë si profet të fundit dhe ta bëni Islamin ligj të jetës tuaj. Në këtë sure të dashur besimtar, Allahu I lartësuar flet për jetën e 18 profetëve, ku I specifikon jetën e tyre, specifikon peripecitë që kaluan këta profet me popujt e tyre dhe se si në fund Allahu Gjelle Shanuhu I dha sukses këtyre profetëve. Por ama, kur flasim për sukses, duhet kemi parasysh diçka. Nuk është quajtur sukses në Kur'anin fisnik që një profet ta ketë ftuar popullin e tij në fe dhe ta ketë realizuar qëllimin e tij duke e pranuar këta njerëz fen Allahu Gjelle Shanuhu. Allahu nuk e ka parë këtë sukses, sepse ne shohim në shumicën e ngjarjeve me profetët e mëparshëm, Allahu I lartësuar I ka dënuar popujt e tyre. Pra, në pamje të parë nuk kishte sukses profeti në ftesën ndaj atij populli, por sukses kush është?
Sukses, ajo çfarë Allahu quan sukses, është që profeti të ishte i përpikt në zbatimin e urdhëresave të Allahu xhaleshanu. Aty kur ja kërkoi dhe në atë vend që ja kërkoi dhe në kohën kur e kërkoi. A ishte profeti i bindur ndaj urdhëresave të Allahu xhaleshanu, që t'i bindej urdhëresave të tij. Dhe pikërisht sukses, kjo shikohet të dashur besimtar. Sukses nuk mund të shikojmë që a kemi ne sukses duke ftuar njerëzit në fe, por sukses është shikojmë veten tonë, sa jemi në rregull me urdhëresat e Allahu xhaleshanu. Dhe këtë sukses ka vendosur Allahu xhaleshanu. Këtë e ka quajtur fitore të madhe. Dhe jo të kemi shumicë, jo të kemi njerëz që na besojnë apo na ndjekin, po sa ne jemi të qëndrueshëm në parimet që Allahu xhaleshanu ka vendosur për jetën tonë dhe lut Allahu xhaleshanu të na bëjë prej tyre. Dhe shikojmë se pikërisht në këtë sure Allahu xhaleshanu do të tregoj pikërisht këto peripeci të mëdha që kanë kaluar këto profet dhe që është e qartë që lufta midis besimit dhe jo besimit, midis të drejtës dhe të kotës, midis asaj çfarë e nderon njeriu dhe asaj çfarë e përbuz njeriu, do të jetë një armiqësi që do të vazhdojë deri në ditën e Kiametit. Kështu e ka vendosur Allahu xhaleshanu ligj dhe luma i cili merr krah drejt asaj që e fton njeriu në besim, e fton njeriu në moral të lartë, e fton njeriu drejt asaj çfarë e kënaq Allahu xhaleshanu dhe mirë për atë i cili bëhet pal me zullumin, me mosbesimin dhe me çdo gjë që do t'ia humbi vlerën njeriu, një vlerë që Allahu xhaleshanu e ka krijuar njeriu. Shkaku i dërgimit të profetëve të dashur besimtar do të përmblidhej me ajetin e parë të kësaj sureje, sures Ibrahim, sures Anbiya. Allahu thot në ajetin e parë të kësaj sureje, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'aridun. Njerëzve ju është afruar koha e llogarisë së tyre, por ata janë të hutuar dhe në pakujdesi dhe nuk përgatiten fare për të. Pra Allahu po e citon që Kiameti është afër. Allahu po e citon se kjo botë me kohën e saj, me jetëgjatësinë e saj, është shumë e shkurtur me përjetësinë që e pret njerëzimin në botën e ahiretit. Prandaj Allahu po thot, po afron dita e gjykimit, po afron Kiameti, mirë po njerëzit janë të hutuar. Pikërisht për shkak se njerëzit janë të hutuar nga kjo botë, nga pasuria e kësaj bote, nga gllabërimi dhe shumimi i pasurisë, bëhet shkak pikërisht kjo botë që njerëzit mos ta mendojnë vdekjen, që njerëzit mos të mendojnë ahiretin. Dhe pikërisht dërgimi i profetëve është që njerëzve t'u flasin në logjikën e tyre të pastër, në intelektin e tyre, që o njerëz kjo botë është e përkohshme, po afron llogaridhënia, përgatituni për ahiretin tuaj, sepse vetëm kështu mund të ketë sukses. Dhe po të shohim të gjithë profetët do të cilësohen në Kuranin fisnik beshira wa nadhira, përgëzues për atë çfarë i pret në xhenet nëse do të jenë në rrugën e drejtë dhe qortues për atë çfarë i pret në xhenem nëse do të jenë në rrugën e gabuar, në rrugën e shtrembur. Dhe shohim të dashur besimtar që Kurani do të flasi për 4 tematika kryesore, që të 4 këto tematika kryesore do të jenë ligjërimi kryesor i të gjithë profetëve të Allahu xhaleshanu. Dhe e para është tauhidi, besimi në fjalën la ilaha illallah. Të besojmë që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahu xhaleshanu. Ky ishte misioni i të gjithë profetëve. T'i ftojnë njerëzit në adhurimin e Allahu xhaleshanu, t'i largojnë ato nga besimi i tagutit, i shejtanit të mallkuar, t'i largojnë ato nga bestytnitë e kota, t'i largojnë ato nga statujat, t'i largojnë ato nga idhujt, t'i largojnë ato nga shenjtëria e njerëzve që mund të bëjnë këto njerëz nga gafleti i tyre, nga humbja e rrugës së drejtë. Dhe ky ishte misioni i të gjithë profetëve. O njerëz, unë jam i dërguar i Zotit dhe ju kërkoj dhe ju urdhëroj që të adhuroni Allahun xhaleshanu një të vetëm pa i shoqëruar atij asgjë në adhurim. Po ashtu, këto profet dhe ligjërimi i Kuranit është besimi në ahiret. Besimi në ahiret që thamë është prej shtyllave të besimit, prej kushteve të besimit, ishte përsëri ftesa e të gjithë profetëve në njerëz. Dhe besimi në ahiret do të përmbledhet me këto fjalë. Na ka krijuar Zoti xhaleshanu, na solli nga hiç mosgjëja, na dha jetë, do të na marrë jetën dhe do të na ringjall. Ai që të krijoi herën e parë do të ringjall, sepse kështu e ka premtuar ai që është krijuesi i gjithçkaje. Dhe besimi në ahiret do të thotë që njeriu të marr udhën që e kënaq Zotin xhaleshanu dhe të rri larg udhës që e hidhëron atë.
Besimi në ahiret do të thotë që njeriu të përgatitet për takimin me Allahun xhelleshanu. Besimi në ahiret do të thotë që të bëhesh musliman i devotshëm në atë çfarë Zoti ka urdhëruar në librin e tij të fundit me anë të profetit fundit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Besimi në ahiret do të thotë të besosh bindshëm tek fuqia e Allahut xhelleshanu që ai do ta ringjall njeriu mbas vdekjes së tij. Po ashtu profetët të gjithë ftuan në drejtësi. Të gjithë ftuan në drejtësi, që njerëzit mos t'i bëjnë pa drejtësi njëri tjetrit, që ata që kanë një pushtet momental, që ato që kanë fuqi, që ato që kanë pasuri, mos të tregohen të padrejt me të doptin, mos të tregohen dhunues me të doptin, mos të tregohen uzurpator me të doptin, t'i vjedhin pasurinë me pa të drejtë. Mos t'ja njohin të drejtat të tyre, por vetëm t'i mbajnë të shtypur. Dhe kështu Allahu xhelleshanu prej emrave të tij të bukur është El Adl, i drejti, që kërkon drejtësi në këtë botë, por do të vendos drejtësi në ahiret. Gjithë secili që vepron me pa drejtësi në jetën e kësaj bote, nga perspektiva islame, edhe ai i cili me pa të drejtë mund të vras një miz, edhe ai i cili me pa të drejtë mund të vras dhe të shtyp një milingon, do të jap llogari tek Allahu xhelleshanu për shpirtin e saj. Kjo është drejtësia absolute e Allahut xhelleshanu që duhet të jetë parim kryesor në jetën e muslimanit. Veprimi me drejtësi është diçka që Zoti e do. Drejtësi në familje, drejtësi me vetëntate, drejtësi në shoqëri, drejtësinë e të cilën Allahu xhelleshanu gjithmonë do ta lartësojë dhe do t'i japi vlerë të madhe. Dhe e fundit që ligjëron Kur'ani, por që ishte edhe ligjërim i të gjithë profetëve në të njëjtën kohë, është se ata e përgëzuan njëri tjetrin. Për shembull, nëse do të flasim për një profet që ishte në filan kohë, ai gjithmonë ka përgëzuar për profecinë që do të jetë vazhdimsi, sepse ky ishte ligji i Allahut xhelleshanu dhe siç thot profeti alayhi salatu wassalam, Allahu ka dërguar 124.000 profet në jetën e kësaj bote, në popuj të ndryshëm, në fise të ndryshme, në fshatra të ndryshme, përveç profetit Muhammed alayhi salatu wassalam që u dërgua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, e dërguan profetin Muhammed alayhi salatu wassalam mëshirë për të gjithë botët. Ai ishte profeti i gjithë njerëzimit, mbar njerëzimit, ishte dhe profet i xhindve. Dhe këtë e veçoi Allahu xhelleshanu profetin Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe kur shohim në Kur'anin fisnik, është pikërisht Isa alayhi salam që është profeti i parafundit para profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, ku Allahu thot në Kur'an fisnik: "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday wa mubashiran bi rasuli yati min ba'd ismuhu Ahmed." O ju bijt e Izraelit, unë po ju them dhe po ju lajmëroj që jam një profet i dërguar i Allahu xhelleshanu, që unë vërtetoj atë çfarë ishte para meje, vërtetoj Musain alayhis salam, vërtetoj librin e tij, Teuratin, pra që edhe unë jam në rrugën e tij dhe ju përgëzoj për një profet që do të vijë fundit dhe emri i tij është Ahmed, pra Muhamedi alayhis salatu wassalam, dhe vërteton kështu që ai do të jetë pasardhësi dhe vazhdimësia e zinxhirit të profetëve dhe do të jetë Khatamul Anbiya, do të jetë vula e fundit e profetëve. Dhe pikërisht ky ajet tregon një vëllazërim midis profetëve, siç e tham në fillim, që profetët janë vëllezër, dhe besimi i besimtarëve musliman është që la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ne nuk ndajmë asnjë profet nga njëri tjetri. Për ne ata të gjithë janë njerëz midis njerëzve të veçuar nga Allahu xhelleshanu me profetësi. Ata janë njerëz si ne që hajnë, që pinë, që martohen, që jetojnë. Janë shembulli më i bukur i qenies njerëzore që e praktikon atë çfarë Allahu ka ligjëruar dhe ka kërkuar prej njerëzimit, dhe janë shembulli më i mirë që duhet të ndjekur për të ndjekur nga ana jonë. Ne si besimtar nuk shejtërojmë asnjërin prej tyre, udhu billah, kërkojmë mbrojtje për Allahu, të bëjmë dikë bir të Zotit xhelleshanu, ta shejtërojmë dikë mbi të tjerët apo ta lartësojmë dikë mbi të tjerët, përveç atyre që Allahu xhelleshanu ka lartësuar si shkak i provave të mëdha që kanë kaluar në jetën e tyre, që në Kur'an do të quhen ulul azm, profetët që kanë sakrifikuar më së shumti në rrugën e Allahu xhelleshanu, siç është Nuhu alayhis salam, siç është Musa alayhis salam, siç është Ibrahim alayhis salam, siç është Isa alayhis salam, dhe siç është profeti Muhammed alayhis salatu wassalam, që i dallon Allahu xhelleshanu ndër të tjerët, por kurse si për shenjtëri, kurse si për t'i bërë ata
bitë të Zotit, Zot na ruaj, apo për t'i dhënë epitete të kësaj natyre që Allahu xhalleshanu e ka kundërshtuar në Kur'anin famëlar. Të dashur besimtar, profetët janë ata që tregojnë rrugën që Allahu xhalleshanu është i kënaqur dhe që duhet jetuar në atë rrugë dhe për ne. Muhamedi alayhi salatu wassalam është pikërisht shembulli më i mirë që Allahu zgjodhi për ta ndjekur. Allahu flet në përgjithësi në Kur'anin fisnik kur flet për profetët dhe thot: "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Nuk kemi dërguar asnjë profet midis popujve, vetëm sa i profet të jetë profet midis atij populli që flet me gjuhën e tyre dhe që t'i ftoj me gjuhën e tyre. Gjuha do të thotë të flasësh, gjuha do të thotë gjuhë e trupit, gjuha do të thotë gjuhë e veshjes, gjuha do të thotë të jesh si ata njerëz. Dhe nëse do të flasim me termat e sotëm, profet i dërguar në popull do të thotë një profet që është dërguar tek një popull me të gjitha traditat e atij populli, me gjuhën e atij populli, me veshjen e atij populli. Dhe prandaj është shumë thelbësore që kurse si nuk duhet ngatruar tradita e një populli me parimet fetare. Nuk duhet ngatruar zakoni një populli me urdhëresat fetare. Urdhëresat fetare janë universale, ndërsa tradita dhe zakoni një populli është lokal, i përket një populli të caktuar. Prandaj, të dërgohet profeti me gjuhën e një populli do të thotë që do të përshtatet pikërisht urdhëresa Allahu xhalleshanu me zakonin e atij populli, kurse si pa i thyer parimet kryesore të besimit të pastër dhe çdo gjë që është e bukur prej zakonit, prej traditës së një populli do të bëhej pjesë e fesë dhe kështu ka qenë e ligjëruar gjithmonë. Thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlar dhe kjo tashmë është drejt për së drejti mësim për ne si musliman. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Pa diskutim që tek shembulli i Muhamedit alayhi salatu wassalam është shembulli më i bukur që duhet të ndjekur, por kush duhet ta ndjek? Ata të cilët besojnë dhe shpresojnë në takimin e Allahut ditën e gjykimit. Pra ai që beson ditën e gjykimit, beson takimin me Allahun xhalleshanu dhe ka shumë të rëndësishme këto në zemrën e tij, është pikërisht që duhet të vrapoj drejt shembullit të ndjekjes së profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Por në çfarë perspektive do ta ndjeki profetin alayhi salatu wassalam? Se prandaj dhe e thash më lart që duhet kemi kujdes mos të ngatrojmë traditën me fen. Nuk duhet ndjekur profeti alayhi salatu wassalam me rrobën e tij siç visheshin arabët në atë kohë. Nuk duhet ndjekur profeti alayhi salatu wassalam me stilin e veshjes së tij siç vishin në ato kohë, siç edhe fatkeqësisht ngatrohet kjo gjë. Por profeti Muhammed alayhi salatu wassalam do të ndiqej me këtë ajet tjetër që thot Allahu në Kur'anin fisnik: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Nuk ka diskutim që ti o Muhammed je në një gradë të lartë të moralit. Profeti alayhi salatu wassalam duhet ndiqet nga muslimanët e botës në moralin e tij, në vërtetësinë e tij, në besnikërinë e tij, në drejtësinë e tij që e përmendëm më lart. Ky është shembulli që duhet ndjekur nga profeti alayhi salatu wassalam. Pastaj se si vishesh, vishu siç je në popullin tënd, siç të takon tradita e vendit tënd. Ajo është e dashur tek Zoti xhalleshanu. Dhe kurse si në emër të fesë të ndrosh ndoshta edhe traditën tënde. Kjo do të ishte në dëm të fesë. Kjo do të ishte imazhi i keq i fesë Allahu xhalleshanu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Me të vërtetë morali është ajo çfarë duhet ndjekur profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Morali që thot profeti alayhi salatu wassalam do të jetë prej gjërave kryesore që do të vendoset në peshore ditën e gjykimit. Namazi dhe morali përmenden si dy gjërat e para që do të vendoset në peshore ditën e gjykimit. Dhe çfarë është morali i profetit alayhi salatu wassalam? Shkuan tek Aisha, bashkëshortja e tij, e profetit alayhi salatu wassalam, dhe i thanë: "O Aisha, na trego pak për profetin alayhi salatu wassalam. Si ishte jeta e tij? A nuk e lexoni ju Kur'anin?" Ai ishte Kur'an që ecte mbi tokë. Mora kana khuluqul Kur'an. Ishte Kur'ani morali i tij. Ishte Kur'ani i shkruar në teori, nëse do ta quajmë, që ai e praktikonte atë në praktik. Dhe them gjithmonë që çdo gjë që lexoni në Kur'anin famëlar, imagjinoni çdo urdhëresë, çdo detaj të vogël, çdo orientim që flet Allahu i lartësuar në Kur'anin fisnik, do ta mendojmë kështu për ta kuptuar siç duhet mesazhin. Këtë urdhër pikë së pari e ka sjellë në praktik profeti alayhi salatu wassalam.
Nëse ti ndonjëherë ndjen një emocion, ndjen një shtim besimi, mahnitesh me një ajet të Kur'anit, dije që atë pikë së pari e solli në praktik profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Pastaj ja mësoi shokëve të tij, e praktikuan ata siç tha Omeri, nuk mësonim 10 ajete të tjera përmendesh para se të praktikonim 10 ajetet e para që kishim mësuar përmendesh. Këto ishin sahabët, prandaj dhe ne nuk afrohemi me ta as derisa gishti i vogël i këmbës, thon dietarët. Prandaj për ne, shembull kryesor është i dërguar i fundit Muhamedi alayhi salatu wassalam, të cilin Allah i lartësuar do ta përkufizonte: "Wa ma yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Dhe kush do të kërkojë një shembull tjetër, një ligj tjetër përveç Islamit, dhe kush do të kërkojë një shembull tjetër, një ligj tjetër përveç asaj çfarë u shpall në profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, fala yuqbal minhu, nuk ka për t'u pranuar atij ditën e gjykimit. Elusi Allahun e lartësuar të na bëjë për muslimanëve që jetojnë me sinqeritet fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe që të largohemi nga kjo botë me sinqeritet me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal kamilin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تعظيما لنبيه وتكريما للصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين وصل على محمد في العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة